Allahun e madhnushëm që të sëmurët tanë të ishiron e të vdekurit tanë të i mëshiron. Allahun të abën atyre varët një kopsh nga kopshet e gjennetit. Lusim Zotin neve të nëmbron nga zabi i varrit, të nëmbron nga borxhet, të nëmbron dhe të na ruan nga shoqëria e keqe, e fëmijët e tonë të cilët i duam shumë dhe pa mas, të jenë ata në rrugën e drejtë, të jenë shembulltir për të mirë, të na përfaqësojnë neve sa jemi të gjallë dhe pasi të vdesim, të jenë vepër mirë dhe sevapët e tyre pa u paku atyre të na vinë edhe neve në varrën. Dhe mbi të gjitha xhamat lutim Allahun e madhnushëm që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kon duke thënë me zemër, me bindje të plot, pra me la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, amin. Xhamat, do të bëjmë një shkëputje nga ajo që farë kemi thonë javën e kalume në lidhje me inteligjencën e zemrës që Zoti ka kriju pra në trupin ton, normal pa e mohu rolin e të rurit, po ashtu një krijim e përsosur nga ana e cila i dini jon i ka kushtu peshë të madhe, sa që sot e kësaj dite besimtarët e ndjejnë pra vetën krenar me gjitha ato urna dhe obligimet të cilat Allahu kërkon pra prej neve. Atëherë xhamat, që në fillim të kemi më të qartë se historia na tregon se në vitin 1887 në revolucion pra, duke kërku drejtat e tyre të punës. Do thot që shmeherët njeri është fritzu në maksimon dhe nuk është pagu. Nuk është dhënë pra drejta e tij shëndetësore, drejta e tij pensionale, po thjesht është pa vetëm një trup i cili duhet të punon për pronarin dhe më në fund ai thuaj se mos të marrë asë një pag nga mundi dhe lodhja që ka dhënë ai. Pastaj kemi vitin 1856 në Australi pra vendosën bashkarisht të organizojnë pra një ndalesë totale që të kërkohet e të kufizohet orari i punës deri në 8 orë. Edhe kjo organizim pra ashënu në histori dhe qysh hatërë pra kemi orarin 8 orë në punë. Atërë xhamat, qëndrimi i islamit kundrejt punëtorit, punës, gjersës, lodhjes e kështu me radhë. Që në fillim pra duhet ta kemi të qartë se puna është nder, dignitet dhe reputacion. Njeri i cili punon pra është i ndershëm, ka dignitetin e tij dhe ka reputacionin pra në shoqëri. Është njeri i cili ai vlerësohet nga puna dhe lodhjen të cilën ai e jep. Allahu në Kur'anin e tij fisnik xhamat ka nxit besimtarët për punë dhe kërkim të riskut. I ka nxit besimtarët për punë dhe kërkim të furnizimit, e Zoti në Kur'anin e Kerim ka thonë kështu: ai është që juve tokën u bëri të përshtatshme. Andaj ecni për pjesët e saj dhe shfrytëzoni begatit e tij. Ecni në për pjesët e saj dhe shfrytëzoni begatit e tij, me që vetëm të ai është e ardhmja. Sipas mësimeve islame xhamat pra besimtarit nuk i lejohet të jetoj i varur nga të tjerët dhe të jetë barë për shoqëri. Nuk i lejohet të jetoj pra i varur nga të tjerët dhe të jetë barë për shoqëri. E kundërta pra, Islami insiston që besimtari të jetë aktiv ndaj urdhnave të Allahut, por edhe të jep kontributin e tij në zhvillimin e vetës dhe shoqërisë në atë vend ku jeton. Xhamat, besimtari duke punu dhe duke dhënë mundin e tij do të ketë shumë arritje, do të ketë arritje në këtë botë dhe rezultatet pra do të shoh ai në veten e tij, në familje dhe në shoqëri. Prandaj lyn pyetja xhamat, pse Allahu nuk i ka kriju të gjithë njerëzit të njëjtë për nga aftësitë? Pse Zoti, ku është urtësia, pse Zoti nuk i krijoi njerëzit të gjithë të njëjtë? Bëhet fjalë për nga aftësia, nuk jam duke folë për nga pamja
po pse Zoti nuk i ka kriju të gjithë të njëjtë? Përgjigjja është shumë e qartë xhamat. Allahu ka bë apo ka caktuar që njerëzit të jenë të dalluar përmes aftësive të tyre. Kështu pra ekzistojnë profesione të ndryshme, edhe përgjithësitë pra janë të definuara me qëllim që ata të ndihmojnë njëri me tjetrin. Kjo është urësia xhamat. Zoti ka bën apo ka caktuar që njerëzit pra të kenë aftësi të ndryshme, edhe në këtë rast pra ata i shërbejnë njëri tjetrit në mënyrë që mos jenë pra vetëm njëri i ngritur dhe pastaj tjetri plotësisht i ulur në shoqëri. Zoti në Kur'anin e Kerim ka thonë kështu: ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët, që të shfrytëzojnë njërin tjetrin për shërbime. Kjo është pra urtësia e Allahut. Zoti dikujt ja ka mundsuar të ketë një aftësi për shembull në zanat, tjetri të ketë aftësi për shembull me një shkencë ku ai mundet me arrit dhe mundet me i shërbi pra të tjetrit. Edhe kemi profesione të ndryshme. Dikush mund të jetë mësues, dikush mund të jetë një moler i mirë, tjetri mund të jetë për shembull me një zanat mirë, elektricist apo diçka tjetër. Me fjalë tjera, të gjithë njerëzit pra në këtë botë kanë diçka që Zoti ja ka mundsuar atij. Në këtë rast na duhet pra të shfrytëzojmë aftësitë tona, mundësitë tona që tamam jemi në shërbim të tjetrit. Edhe kur ki nevojë për aty diçka në shtëpinë tënde apo nevojë në trupin tënd një intervenim, është një mjek i cili pra ti e ta jap atë shërbimin e duhur që ti ke nevojë. Pra kjo është urtësia pse Zoti i ka dalluar disa nga të tjerët. Islami xhamat ka porositur çdo njeri, qoftë i varfër apo i pasur për me punu. Ka një tentativë xhamat që disa mundohen me dhënë një fetva e cila është e gabuar plotësisht kur thonë se puna nuk është farz. Puna nuk është farz, me që njeriu kur punon po ndoshta mund të harron pra Zotin apo diçka tjetër. E kundërta e kësaj xhamat, në dinin ton puna është farz. E para e dita, i varfër apo i pasur. Edhe për këtë thot pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, nuk kanë ushqim më të mirë se sa ai që ushqet për punës së duarve të veta, dhe me të vërtet, pastaj ka thonë pejgamberi i Zotit Davudi alayhi salam, ka ngrënë nga puna e duarve të tij. Këtë hadith neve na e thot pra pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Po xhamat, lind pyetja, pse pejgamberi jon e ka përmend Davudin alayhi salam, kur dihet nga jeta e tij se Davudi alayhi salam ka qenë njeri i pasur. Ka qenë njeri i pasur dhe sipas disave, për shembull përderisa prindi i punon dhe arrin deri në një pasuri, pastaj fëmia fiton atë bindjen pse unë më punu kur baba jam ka punuar dhe tani kam pasuri. Pejgamberi jon alayhis salam e ka marrë si shembull Davudin alayhis salam, thot kështu për ta, sepse Davudi alayhis salam ai pra edhe pse ka qenë i pasur, ai është marrë me përpunimin e hekurit dhe ka prodhuar mburoja në rast të luftjeje. Këta e ka bo Davudi alayhis salam, edhe pse ka qenë i pasur, ai është marrë me përpunimin e hekurit dhe ka bo pra mburojat që duhen ato gjatë luftës. Që me paraqitjen e Islamit pra është me qëllim me pejgamberin ton alayhis salatu wassalam, është ditë pra vlera e punës edhe nga sahabët, është kuptuar qartë edhe mirë xhamat. Po të njëjtën kohë edhe pejgamberi jon alayhis salam ka ditë me i nxit dhe me ju dhënë vullnet atyre të cilët ndoshta lakmojnë të qenurit parazit. Përmendet me një rast kur një nga ensarët, është për qëllim pra nga ata të cilët kanë jetuar në qytetin e Medinës, ka dalë për me lip. Dhe kur shkon te pejgamberi jon alayhis salam, pejgamberi Allahu xhamat nuk e ka largu, nuk e ka nënshmu ata, por ati i ka thonë, a ke diçka në shtëpi? Ki ka thonë, po i dërguari Allahut. Ka thonë, unë kam një mloje, që me ata shtroj edhe mbulona.
Dhe i ka thonë pastaj edhe kam një enë për të pirë. Pastaj pejgamberi jon alayhi salam ati i ka thonë shko dhe mi sjell ato mu këto. Ki njeri, ki shok i pejgamberit Allahut, ka shku dhe i ka sjell ato atë mbulojën edhe atë enën që ka pas për të pirë. Pastaj ju ka thonë njerëzve ati që kanë qenë, kësa po jepni për këta dia? Një prej sahabeve ka çu dorën, ka thonë unë po jep 1 dirhem. Pastaj ka thonë pejgamberi Allahut, kushton edhe më tepër diçka? Njëri ka thonë unë i blej për 2 dirhem. Ka thonë unë këto i blej për 2 dirhem. Edhe a dini çfarë ka bën pejgamberi jon alayhis salam? Në këtë rast i ka thonë atij Ensariut, atij qytetarit të Medinës, ka thonë me këtë 1 dirhem, ka thonë ti shko blej diçka për familjen tënde. Ndërsa ka thonë me 1 dirhemin tjetër shko bleje një sopat dhe eja tek unë. Ki ka dhale ka blej një sopat edhe a këthitje pejgamberi jon alayhis salam. Pastaj pejgamberi Allahut ja ka dhënë një bisht dhe i ka thonë me këtë sopat tani dil dhe prej dro edhe shit. Mas 15 ditëve ti të vish tek unë. Mas 15 ditëve ki njeri ka arë me 8 dirhem. Ka arë me 8 dirhem. Dhe tani mendoje situatën e tij xhamat. Nga një qytetar i cili ka dalë rrugëve për të lip, mas 15 ditëve kthehet me 8 dirhem. Edhe me këto 4 dirhem xhamat, me këto 4 dirhem, a dini çfarë i ka thonë pejgamberi jon alayhis salam? Thotë në këto 4 dirhem ti ka thonë blej gjëra ushqimore për familjen. Ndërsa fjalën tjetër atij që i ka thonë, kështu i ka thonë, thotë është më mirë të dalësh të punosh ti, se sa të dalësh para Allahut nesër me një pikë të zezë në ditën e Kiametit, mu dallu nga të qerës se ke qenë njeri i cili ti pra e ke shtri pra dorën. Atëherë xhamot, nga kjo sjellje e pejgamberit ton alayhis salam, neve na mëson pra një shembull të mirë për shoqërinë se çdo njeri i cili ti të ofron apo çdo njeri i cili të kërkon diçka, nuk është e rrugës na ta largojmë ata e ta nënçmojmë, por atë njeri xhamot na duhet në rend të parë ta këshillojmë, me ta bëjmë një bisedë. Biseda jonë pra duhet jetë shumë e qartë me ata, duke pyetur për gjendjen e tij ekonomike. Pastaj për aftësitë e tij që ja ka falë Zoti, nëse ka përfituar ndonjë shkollë apo zanat, dhe ata me drejtu drejt një vendi të punës, por thjesht nëse është edhe një punëtor i thjesht, ati me i tregu se këtu pra ti mundesh me punu, edhe ma mira është me dalë ti me punu se sa me shtrim pra dorën dikujt tjetër. Prandaj xhamot, është një kënaqësi e madhe kur ne ndëgjojmë nga jeta e pejgamberit ton alayhi salatu selam se si ai pra ja ka pudh dorën një punëtori. Pejgamberi jon alayhis salam ja ka puthësh dorën një punëtor. Në takimin e parë që ka pas pejgamberi jon alayhis salam, ai e ka lidh dorën me fash dhe pyet pejgamberi jon alayhis salam, thotë çfarë është halli me ty që po e lidh dorën me fash? Ka thonë i dërguari i Allahut, nga puna më është plas dora, thotë prandaj po e lidhej. Ka marr dorën e tij punëtor, këtë rast që ka qenë punëtor, edhe pejgamberi jon alayhis salam e ka marr dhe e ka puth. Dhe tani e kupton pra rëndësinë dhe çfarë vlere i ka dhënë pejgamberi jon alayhis salatu selam atij i cili pra punon. Dhe na kur ndëgjojmë xhamat nga jeta e pejgamberit Allahut, nga jeta e sahabeve, dhe gjithë i dim pra ata që kanë qenë 10 të përgëzuarit me xhenet qish në këtë dunjë. Atë 10 që ne dim pra, po shka më interesante, ai 10 që i cili kanë qenë të përgëzuar me xhenet, 7 prej tyre kanë qenë njerëz punëtor pra. 7 prej tyre, me fjalorin e sotshëm, po shprehem, kanë qenë njerëz të biznesit. Kjo pra situata e atyre burrave të mëdhej të cilët kanë ditë me vlerësu rolin e punës. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu:
Mëkatet që i ban njeriu në jetë janë të lloj-llojshme. Dëgjoj këtë hadith pejgamberit tonë alayhis salam xhamat. Ka thënë mëkatet që njeriu i ban këtë jetë janë të lloj-llojshme, të mëdha e të rënda e të vogla. Ka thënë ato nuk mund të i fshi dhe të i zhduk ndonjë prej ibadeteve që njeriu i ban, siç janë namazi, agjërimi, haxhi e tjera. Përveç se, e këtu vije përgjigja xhamat, përveç se mundimi dhe brenga që ka plon njeriu teksa ai është duke kërkuar ushqim për familjen e tij. Me fjalë qera xhamat, këto mëkate mund të i fshi vetëm një njeri i cili gjersën, punën dhe lodhjen e tij e jep për familjen e tij. Këto mëkate mund t'i fshin vetëm kjo. Prandaj kur e përmend këtë hadith pejgamberi alayhis salam, dhe tani ti kur e dëgjon hadithin e pejgamberit të Allahut, ai cili çohet herët në mëngjes dhe e zën pra mbrëmja, Allahu atij ja fal pra gjunat e vogla. Dhe këtu nuk kupton që tamam unë edhe ti pra duhet të jemi ata të cilët duhet të shërbejmë, duhet të kontribuojmë me melon pas vete pra gjumë të mira që të mbahemi në mend për punën, për aktivitetin, për gjitha ato vepra të mira që i ban pra besimtari. Puna xhamat duhet jetë vetëm si mjet për të arrit pra shumë qëllime të tjera fisnike. Kështu duhet marrë xhamat. Puna duhet jetë vetëm si mjet për me arrit shumë qëllime të tjera fisnike. Ka disa, jo krejt, ka disa që për shkak të punës kanë lanë pas dore familjen, ka lanë edukimin e fëmijëve, ka lanë vizitat e ndërsjellja familjare. Për shkak të punës xhamat ka lanë edhe namazin. Ka lanë edhe namazin që me namazin e tij mund me fal edhe në vendin e punës. Do të thotë, ai ka harru gjitha ato obligime, është koncentru, është fokusu vetëm në punë. Prandaj duhet bëjmë një baraspesë xhamat në familjen tonë dhe përgjithësi në shoqëri. Por një punëtor i mirë, por kujdesi për familjen duhet të jetë ashtu primar. Pastaj për namazin, për vizitet e ndërsjellja familjare dhe kështu me radhë që duhet me pas pra besimtari. Prandaj në kontekst të kësaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, me të vërtet Allahu e do shumë robin e devotshëm dhe të pasur. Allahu e do pra shumë robin e devotshëm dhe të pasur. Atëherë do i përmendim xhamat disa parime kryesore të punës ferë. Kështu pra, të punës ferë pra që duhet mi pas një besimtar. E para, nuk ka mashtrime e as gënjeshtra. Nuk ka mashtrime e as gënjeshtra. Thot pejgamberi alayhis salam, kur të shitni diçka, thoni nuk ka mashtrim. E që ka komentin kia hadith kështu xhamat, pra duhet ti tregojmë pra të metët e mallit nëse e kemi për qëllim pra shitjen. Me tregun nëse ka një të met malli. Nëse ha për shembull me një mark që shkruan që është kinse original, ati duhesh me tregu se nuk është original, por është falso. Nëse e shat pra me një çmim original, ndërsa mundet më kanë ajo falso. Pastaj, e dita, shitësit duhet të largohet nga betimi i shpesht gjatë shitjes. Me fjalë qera xhamat, ai njeri pra mos me bë bej rrenshëm shumë duke shit. Thot pejgamberi alayhis salam, keni kujdes në betimet në Zotin gjatë tregtisë. Thot të keni kujdes pra në betimet e Zotit gjatë tregtisë, sepse dikush ti kur të ban be, ai thot shit si pasha Zotit dhe ti i beson sepse kena duke bë be në Zotin. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhis salam të keni kujdes pra, të keni kujdes gjatë betimit kur jeni në shitje. E ka definu kështu, ka thonë kjo ndikon në fitimin përkohësisht. Ndikon pra me fitu përkohësisht përderisa ti betohesh në Zotin. Mirë po në fund ajo merr të mirët e asaj që ke fituar. Pastaj pejgamberi alayhis salam ka ndalu monopolin. Shka i bie kjo xhamat ka ndalu pejgamberi Allahut monopolin? Thot me një hadith pejgamberi alayhis salam, kush monopolizon është mëkatar.
Këtu mendohet në grumbullimin e ushqimit dhe madhrave të tjerë që në kohë krize të shiten ato më shtrenjtë. Ka disa të cilët në kohë krize për shembull ekonomike, dikush nga bizneset që merren me biznes, xhamat biznesmeni, ai e mshem mallin elementar që i duhet atij, që i duhet popullit, për shembull mielli, sheqeri, kripa e kështu me radhë, edhe çfarë bëhet kur vije kriza e madhe, ai tani e shet me një çmim më të lartë. Edhe kjo pra xhamat është e ndaluar në dinin ton pra me monopolizu pra mallin në rast krize. Gjatë tregtisë së lirë xhamat, çmimi i mallit nuk duhet të jetë fiks. Gjatë tregtisë xhamat, çmimi i mallit nuk duhet të jetë fiks. Por nuk ka edhe një përqindje të fitimit që mund është ti me përcaktu. Për shembull, nuk ka rregull në tregti kur ban ti 30% mund lejohet me fitu, apo 50% mund lejohet. Ti e din për hallin tënd, ti e di gjendjen tënde, edhe tregtin, edhe me njerëzit që ki punë, edhe nën çmimin sipas parametrave tu personal që mund është ti me bë në këtë rast. Pika tjetër xhamat. Thot Omer ibn Abdulazizi, thot, dita dhe nata po punojnë për ti e ti punon në ta. Ka thonë kështu, dita dhe nata po punojnë për ti e ti punon në ta. Besimtari xhamat duhet të ketë frikë që ditën apo jetën e ti mos ta kaloj pa vepra dhe pa prodhuar asgjë. Dhënia e rrogës punëtorit me atë që keron dakord më parë. Edhe këto duhet të jetë pra kujdesshëm shumë pronari që mos mi bë pra zullum atij punëtori që e mor vesh pra për rrogën qish më herët. Thot pejgamberi jon alayhis salam, punëtorit jepja një rrogën para se t'i thohet djersa atij. Punëtorit jepja një rrogën para se t'i thohet djersa atij. E pastaj sipas kontratës, për shembull, ai mund të jetë ditore, mund të jetë javore, apo mund të jetë pra mujore. Ndimesa e atij që është pra nevojë, pra në këtë rast kur ka aftësi fizike dhe është i shëndosh, edhe mos me leju ata me jetu i varfër xhamat. Ne ata duhet ta ndihmojna dhe mi tregu për vendin e punës, siç përmendëm që ka bon pejgamberi jon alayhis salam me qytetarin e Medinës. Te ne xhamat, po du ta përmendi një pikë që e kemi të dobët në këtë rast, në parim, kur e dëgjojmë pra në parim, është shumë në rregull me ndihmu, e me dhon sadak, e me dhon zeqat, e me dhon fitra kështu me radhë. Por ai gabimi që bëhet te ne xhamat, nuk ka sistematizim të familjeve të cilët duhet ndihmohen ato familje. Përderisa është një familje që ka nevojë, edhe ka fëmijë të vegjël, mund të jetë prindi i sëmur, apo mund të jetë një grua e vej e cila rrit ajo jetim. Edhe çfarë bëjmë na, obligimi jona parsor që na t'i ndihmojmë asaj familjeje. Mirë, po tani, duke u rrit fëmijët, na duhet jemi kujdesshëm xhamat. Ata pra duhet ta drejtojmë me një punë, me një zanat, gjalin apo vajzën që mund të ketë ajo familje. Ne nuk kemi një sistematizim dhe kur shohim xhamat, ata bëhen burra, po them kështu, i bëjmë 20, 25 vjet, edhe ai tani bëhet një farë parazitin në familje dhe ai e mendon vjen Ramazani dhe njerëzit mund ndihmojnë. Japin zeqatin, japin sadakën, japin fitra dhe kështu me radhë. Dhe kur ti e ki pasurinë xhamat, e ki zeqatin, dhe çfarë bën? I çon ato parë në shoqat. Dhe shoqata e ka listën. I kanë me emra dhe mbi emra dhe moshën e tyre. Dhe për çfarë kanë ato nevojë? Dhe për çfarë ato kanë nevojë? Edhe kështu ata e drejtojnë pra gradualisht atë fëmijën e atij që i ka bë 15, i ka bë 20 vite, 25, i thu tani ti mo nuk i për zeqat, ti tani i mo për punë. Je për punë. E këtu ne nga mendimi i mirë dhe dëshira për me bë mirë xhamat tjetrit, kemi ardhur deri që disa familje ata të jetojnë pra parazit,
rritët, është bo burr, ndoshta edhe martohet. Po shka me e keqja xhamot? Aja ka qenë i vogël, rritët dhe martohet dhe bëhet me fëmijë. Tanën ki tani nuk punon dhe në të ndihmojnë na fëmijëve të këtij. Ki duke u plak, pa punë heq, duhet me janë ndihmu fëmijët këtij. A sha xhamot pasoja kur nuk ka program pra në ndihmesën që duhet me ia dhon pra dikujt. Gjithmonë kur e përmendin ndihmën, ta kemi parasysh xhamot, nuk them që na mos ndihmojmë, përkundrazi me ndihmu, mirë po me pas kujdes në deri në cilën moshë edhe t'ja japim atyre të cilët e kanë përsipër këtë punë dhe e din kush kanë nevojë ato. Një pikë tjetër që është mirë ta përmendin xhamot këtë rast. Puna është një amanet, një përgjegjësi e besuar që e marrim ne dhe duhet ta kryjmë pra në mënyrën më profesionale që mundet më bëj ajo. Thot pejgamberi jon alayhis salam, me të vërtet Allahu kërkon që kur dikush të punojë një punë, ta bëjmë pra në formën më të mirë, në mënyrën më të mirë pra profesionale. Sa herë kemi përmend, sikur ta hekim që këtë shprehje xhamot apo ma ban halal. E kemi godit një punë, edhe më në fund pra ne e marrim sa e kemi godit, edhe më në fund i thojmë atij pronarit apo ma ban halal. Cilën me ta bo halal xhamot? Ati ku ki bo hile si mjeshtë, apo shka puna, cilin halal me ta bo ti? Çmimin krejt po e merr sa e marr vesh, sa e godit, edhe më në fund apo më ban halal ti pi thu. Jo, kjo nuk është në rregull xhamot. Mu kanë ferë si mjeshtër, duhet me thonë kështu. Ne jemi godit për shembull 1500 euro. Ndoshta dikun kam bën ndonjë gabim. Kam bën ndonjë lëshim pa dijen teme. Edhe punëtorët e mi e kanë bën pa qëllim, në këtë rast unë ti të kërkoj halallëk. Është në rregull me kërku halallëk. Bile me rrugës ansh me thonë, maj këto 50 euro për shembull, ndoshta dikun nuk ja kam dhënë hakun asaj pune që duhet me bën. Kjo në rregull është. Ama po e merr kësa e marr vesh, më në fund ama ban ti mu halal. Unë nuk po e di çka i bë kjo apo më ban ti mu halal. Domethënë, unë kam bën dikun hile, edhe më në fund edhe parët i merr, edhe halal të koft. Jo, kjo xhamot nuk është pranë në rregull. E fundi xhamot, mos u bëj barr e qetrit, puno e vepro. Mos u bëj barr e qetrit, puno e vepro. E Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë, thuaj punoni, e Allahu i dërguari i tij dhe besimtarit do ta shohin punën e juaj. Pra puna tani është pra universale në këtë rast. Zoti në Kur'an thot, thuaj punoni, sepse Allahu i dërguari i tij dhe besimtarët kanë për ta pa pra punën tuaj. Kështu besimtari xhamot besoj se duhet të jetoj pra me gjersën, me lodhjen, me mundin, me sakrificën e tij që e bën për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Në fillim përmendën xhamot, kemi pra një datë, një maj, dhe po ashtu sot pra e kemi edhe dimaj një datë historike cila duhet mat mend dhe duhet festohet, po në këtë rast unë kisha me thonë kështu, me pas kujdes për shembull në fjalorin që po e përdorin disa xhamot. Për shembull kur i drejtohet mosës, kemi pa pra në përtubime, përdorin filani ka ra në altarin e liris. Në altarin e liris është shprehje kishtare xhamot. Në altarin e liris është shprehje kishtare. Ndoshta dikush e përdor me prapavi, ama dikush duke desh ta lavdroje e përdor për këtë shprehje. Kjo nuk ka të bëjë pra absolut me neve. I qoftë i let dheu i qoftë i let, apo s'di që si po e përformulojnë këtë fjali. Edhe kjo shprehja është komuniste xhamot. Nuk ka të bëjë me neve absolut, edhe shka më interesante, na këtu që jemi sot, në këtë xhumo, edhe xhamia nalt, dhe gjitha xhamit kemi darë me falë namazën e xhumos, dhe kur dalim pra lart atje te varrezat e dëshmorëve, fillon programi me 1 minutë heshtje. Është e rrugës një thirrje vllazërore xhamot. Për sa vite me radhë kemi një ignorim total që i bëhet për atyve burrave të mëdhej, sepse këtë fjalë dëshmor, kjo feja ka dhënë atyre burrave. Këtë term të dashur shumë, këtë termin akademik që ta quaj, ja ka dhënë pra kjo feja jonë që e ka emrin Islam. Dhe kjo sikur të zaventohet kështu, me një lexim pra 1 minutë
Kur'ani të e bojmë, kështu. 1 minutë pra, me një lexim ai disa ajete kuranore. Kështu të filloi programi burra. Unë nuk po di 90% këtë që jemi të e falë namazin e xhamos. Për ditë 3% që se falin ata namazin e xhamos, edhe vinë në safin e parë ulen ati, për hatër tatimve, këtë në 1 minutë heshtje. Unë nuk po di shka po na mungon neve, e pse nuk po e themi pra apo xhamat, me fillu programi me disa ajete leximin nga Kurani. Kemi lexues të mirë që kemi pra edhe në fshatin tonë. Me një vitin arshëm e cakton pra një lexues tjetër fshatit tjetër. Vitin tjetër e ben janë nga Kosova dhe kështu pra e fillon pra programin e dimajit. Do të thotë, kjo është një thirrje vllazërore që ja bëjmë pra organizatorëve tanë që i kemi pra për dimaj. Nuk na metë të gjotë tjetër xhamat që na për ata burrat gjithmonë të lutemi, edhe të i vizitojmë, edhe nëse dikush mendon çfarë duhet me thonë për ata, mos harroni se për ato ka thonë Allahu në Kur'an Kerim atë fjalën e përjetshme, atë fjalinë e përjetshme e cila do të jetë deri në ditën e Kiametit. Zoti në Kur'an ka thonë wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ka thonë dhe mos thuani ata të cilët kanë vdekur në rrugën e Zotit janë të vdekur. Ka thonë, por ata janë të gjallë. Ata janë të gjallë. A ki pa ku shkon pra në prekaz, a e shkruan me shkronjat më dhaja, ata janë të gjallë. Kja është ajet kuranor. Ata janë të gjallë. Pra përderi sa ata janë të gjallë, edhe në formën më të mirë që çdo Zoti më mbajt ata janë të gjallë, xhamat pra na le ti respektojmë dhe le ti nderojmë ashtu siç na ka porosit pra ki dini jon. Zoti xhenetin aty ru afalt. Allahu e bof kabull namazin e xhamos. Allahu gjithëve neve na bof të mundur me jetu faqebarëm këtë botë, inshallah para Zotit me dal gjithashtu me veprat mëdhaja që i bëjmë këtë botë e mbi gjitha me mëshirën e Zotit të arrijmë xhenetin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.